Tragedi në Maqedoninë e Veriut, 59 të vdekur dhe mbi 150 të lënduar nga zjarri në diskotekën në Koçan. Ministri i Brendshëm tha se 15 persona akuzohen për zjarrin në diskotekë, mes tyre edhe një ish sekretar shtetëror i ekonomisë. Ministri i Shëndetësisë informoi se 20 të lënduar që janë në gjendje kritike do të transportohen në Greqi, Turqi, Holand e Serbi. Krerët e shteteve fqinje dhe të Europës ngushëllojnë Maqedoninë e Veriut, edhe Papa lutet për të lënduarit. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Një tragjedi e madhe ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Koçan, ku për shkak të një zjarri që shpërtheu kanë humbur jetën 59 persona dhe 152 të tjerë janë lënduar. Zjarri shpërtheu rreth orës 3 të mëngjesit në një diskotekë të quajtur Puls. Kolega jon, Teuta Buçi, gjendet në Koçan, nga aty ku do të na jep detajet e fundit. Përshëndetje Teuta dhe linja për ty. Përshëndetje Aziz, pra ndodhemi këtu në qytetin e Koçanit për të ndjekur nga afër zhvillimet rreth tragjedisë që ndodhi në orët e hershme në këtë mëngjes. Kësaj radhe ne paraqitemi nga spitali i qytetit të Koçanit, ku ndodhen edhe një numër i të lënduarve që ishin në diskotekë në momentin kur shpërtheu zjarri në diskotekë. Nga atmosfera që mund të shihet këtu jashtë spitalit, obori i spitalit është i mbushur me familjar dhe qytetar të tjerë të cilët presin në ankth që të dëgjojnë lajme për familjarët dhe të afërmit e tyre që kanë qenë në diskotekë në momentin kur ka shpërthyer zjarri. Përderisa vazhdon ende identifikimi i viktimave, ka familjarë të cilët ende nuk kanë informacione rreth të afërmëve të tyre nëse janë në mesin e viktimave që kanë ndruar jetë, apo të afërmit e tyre janë të lënduar dhe po trajtohen në spital këtu apo në spitale tjera të vendit. Mungesa e informacioneve për familjarët ka shkaktuar tensione në mesin e tyre, pra ato janë në ankth dhe nuk po mund të përmbahen emocioneve të tyre. Pak më herët ne ishim dëshmitar edhe të një zënke dhe një tensioni pak më të ashpër që ndodhi në mesin e familjarëve. Ndërkaq, televizioni Shenja pak më herët ka arritur të intervistoj edhe njërin prej të mbjetuarve që ka qenë në diskotekë në momentin ku ka shpërthyer zjarri. Nga informatat që ajo ndau me mediat, tregoi se në momentin kur ka shpërthyer zjarri, të gjithë janë vërsulur ka dera, megjithatë ka pasur vetëm një derë për të dalur dhe lufta ka qenë e ashpër mes pjesëmarrësve dhe fatkeqësisht nuk kanë arritur të gjithë që të dalin dhe të shpëtojnë nga zjarri. Pra të mbjetuarën që intervistoi televizioni Shenja kishte lëndime të lehta, megjithatë ai tregoi se të afërmit e saj, pra shoqëria me cilën ajo ka qenë në diskotekë, ka prej atyre që janë të lënduar më rënd dhe ka edhe atyre që nuk i kanë mbjetuar zjarrit. Pra nga informatat që deri në moment i kemi, disa prej të lënduarve që janë në gjendje më kritike vetëm kanë nisur të dërgojnë për shtete tjera për shkak se këtu është mbushur kapaciteti i spitaleve dhe nuk po arrin që të gjithë të dalin në ndihmë. Këtu në oborin e spitalit të qytetit të Koçanit ndodhet edhe ekipe të Kryqit të Kuq dhe aktivistëve të tjerë, vullnetarëve të tjerë, të cilët po qëndrojnë këtu për t'u ofruar ndihmë familjarëve që këtu po presin për të marrë informata rreth të afërmeve të tyre. Po ashtu, ata kanë ofruar ushqime, batanie dhe ndihma të tjera në forma të tjera për familjarët. Ministria e Brendshme ka dalë sërish me një pres konferencë tjetër për media, ku ka shpalosur detajat e reja rreth tragjedisë,
Për më shumë rreth detajeve të policisë, ftoj që ta ndiqni materialin në vazhdim. Министерството за внатрешни работи во координација со јавното обвинителство до овој момент во врска со овој кривично правен настан има осомничено повеќе од 20 на лица, околу 15 лица се во полициска станица, дел од осомничените за предизвикување на овој кривично правен настан се починати, согласно сомненијата кои што ги имаме досега од аспект на осомничени. Дел се во болница. 4 лица имаме моментално обезбедени во болница. 2 члена на бендот, син на собственик на дискотека и управител на правното лице кое што ја менаџирало дискотеката. Дел од приведените лица кои што моментално се во полициска станица се луѓе кои имаат директна вина во врска со овој кривично правен настан, согласно доказите кои што ги имаме досега собрани. Односно, приведено едно лице кое што е организатор на настанот и за кое што имаме сомнение дека е еден од оние кои што имаат директна вина во рамки на сторување на конкретни кривични дела поврзани со овој настан. Исто така, приведени се поранешен државен секретар на Министерство за економија, поранешен, мислам дека и сегашен, раководител на еден сектор во рамки на Министерството за економија. Имаме приведено поранешен директор на дирекција. Atëherë nga informatat që tashmë janë bërë të njohura, shumica e viktimave janë të moshës 14-25 vjeçare. Nga informatat që kemi marrë nga tereni, nga dëshmitarët që kanë qenë në diskotekë në momentin e tragjedisë, kemi arritur të na kanë bërë me dije se atyre nuk u është kërkuar letër njoftim gjatë hyrjes në diskotekë as dje dhe as ditëve të tjera, pra ata aty kanë hyrë pa kontrolle dhe pa u konfirmuar mosha e tyre dhe për këtë arsye, domethënë u është lejuar edhe minorenave që të hynë në diskotekë. Pra, ndërkaq në vendin e ngjarjes po vazhdojnë hetimet nga ana e Ministrisë së Brendshme, por edhe nga ekipi i prokurorëve për të mbledhur prova. Për më shumë detaje rreth provave dhe rreth detajeve që ka siguruar prokuroria deri më tani, ju ftoj që të ndjekni materialin në vazhdim. Prokurori i shtetit Ljupço Kocevski tha se po bëhet intervestimi personave të arrestuar në lidhje me organizimin e koncertit të grupit DNK në diskotekën Puls në Koçan, ku rreth orës 3 të mëngjesit në një zjarr humbën jetën deri tani 59 persona me moshë nga 14 deri 25 vjeç dhe 159 për momentin janë të lënduar, prej të cilëve 18 janë në gjendje kritike. Të vdekurit janë nga Shkupi, Shtipi, Koçani dhe Propi Shtipi. Në lidhje me pyetjet e shumë të gazetarëve, sa njerëz ishin në koncertin e grupit DNK dhe sa ishte kapaciteti i lokalit ku mbajt koncerti, pastaj, nëse kishte aparate kundër zjarrit, numër të mjaftueshëm për evakuim në rast emergjence dhe pyetjeve për se u dha leje për funksionimin e diskotekës së improvizuar, Kocevski njoftoi se do t'japin informacionet e para pas përfundimit të hetimit. Hetim në vendin e tragjedisë po bëhen nga 3 prokuror, ndërsa 2 të tjerë po punojnë me personat e arrestuar. Kocevski tha se janë dhënë urdhra për mbledhjen e provave dhe për shumë veprime të tjera procedurale.
Në një pyetje gazetarësh për mundësinë e ratisjes së të dyshuarve për këtë tragjedi të madhe, Kocevski u përgjigj se janë marrë masa që të mos ndodhë një gjë e tillë. Kocevski nuk tha se janë arrestuar dhe intervistuar, as nuk tregoi identitetin e tyre, duke lënë që këto informacione të shpallen nga prokurorët, të cilët së bashku me Ministrinë e Punëve të Brendshme po udhëheqin hetimin paraprak, kur të kenë të dhëna dhe të sigurta dhe të sakta. Do t'i vëmë në dispozicion të gjitha kapacitetet e prokurorisë, do të angazhojmë të gjitha ekspertët, do të hetojmë se kush është përgjegjës për tragjedinë. Kërkohet përgjegjësi vertikale dhe horizontale. Hetimi nuk ka afat, do të vazhdoj derisa të përfundoj. Diskoteka Puls është vendosur në një shtëpi përdhes me një dritare me grila dhe një hyrje të vogël. Ajo është në një rrugë me shtëpi të dendura, sipas informacioneve të para, siç e tha ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski. Zjarri shpërtheu për shkak të mjeteve piroteknike që u përdorën për efektin e dritës gjatë koncertit të grupit DNK. Falenderojmë Teuta Buçin për këto informacione, ndërkohë ne vazhdojmë me lajme të tjera rreth kësaj tragjedie. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari tha se 148 persona janë të lënduar dhe prej tyre rreth 18 janë në gjendje kritike. Ai sqaroi se 18-20 pacientë të lënduar në zjarrin në Koçan do të dërgohen për mjekim të mëtejshëm jashtë shtetit. 18 deri 20 pacientë të lënduar në zjarrin në Koçan do të dërgohen për mjekim të mëtejshëm jashtë shtetit. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari bëri me dije se ato do të shpërndahen në disa shtete si Greqi, Bullgari, Turqi. Сега се 148 пациенти изгрижени. Deri tani janë 148 pacientë që po trajtohen nëpër spitalet e RMV-s. Në qendrat klinike janë 31, kirurgji 4, në Karill janë 16, në kirurgjinë plastike janë 11, në kirurgjinë e qytetit janë 27, në spitalin 8 shtator janë 17, në Shtyp 39 dhe në Koçan janë 30. Disa pacientë janë në gjendje kritike, ato janë rreth 18. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë përditësoi numrin e pacientëve që janë dështruar nëpër spitalet mbarvendit, si pasojë e zjarrit në diskotekën në Koçan. Ministri Taravari tha se 148 janë të lënduar dhe prej tyre rreth 18 janë në gjendje kritike. Prej personave që janë në gjendje më të rënda Taravari, ato po mjekohen në Shkup. Mendoj se sipas anesteziologëve ta, ndoshta 18 deri 20 pacientë do duhet i transportojmë jashtë shtetit për mjekim të mëtejshëm, po flas për ata që janë në gjendje më të rëndë. Në Bullgari do transportohen disa pacientë, në Turqi, në Greqi, në Beograd dhe Shqipëria dhe Olanda na janë lajmëruar. Unë kam lënë që këtë të vendosin ekipi anesteziologëve, se ku do të ishte më mirë që ata të mjekohen. Në mesën e të hospitalizuarve Taravari pranoi se ka edhe të mitur, por tha se nuk mund të thotë emrat e tyre, ndërsa konfirmoi po ashtu se të mitur ka edhe në mesin e personave që janë në gjendje kritike. Në Ministrinë e Shëndetësisë është formuar shtab i cili është në koordinim me të gjitha institucionet shtetërore, të cilët po trajtojnë persona që kanë ardhur nga Koçani. Drejtoresha e Spitalit të Koçanit, Kristina Serafimova, ka bërë me dije se persona që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në këtë spital kishin djegje dhe helmim me monoksid karboni. Ajo shtoi se nga 70 persona që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në Koçan, aktualisht po mjekohen 20 pacientë, ndërsa të tjerët janë transportuar nëpër spitalet e tjera mbar vendit. Ajo më tej tha se ata kanë qenë të alarmuar për zjarrin orët e para të mëngjesit rreth orës 2:48 minuta. Serafimova sqaroi se shumica pacientëve kishin lëndime të shkaktuara nga rrëmuja, veçanërisht pacientët që vdiqën. Ata vdiqën nga rrëmuja e ndodhur gjatë panikut, sulm paniku, ka thënë ajo. Специалисти во болницава, медицински. Këtu është bërë tirazhi. Personat më rënd janë transferuar në spitalin klinik në Shtyp, ndërsa të intubuarit janë dërguar direkt në klinikën e Shkupit, 8 shtatori dhe Shënnaum. Bëhet fjalë për rreth 70 pacientë të cilët janë ekzaminuar. Fatkeqësisht ka pasur edhe vdekje. Pacientët kishin djegje dhe helmim me monoksid karboni. Mbështetje oksigjeni ju ofrua të gjithë pacientëve të ekzaminuar. Në spitalin tonë ndodhen rreth 20 pacientë me simptoma të lehta. Të gjithë të tjerët, mbi gjysma e të ardhurve, janë transferuar në klinikën në Republikë.
Drejtori i klinikës universitare për sëmundje kirurgjike Shën Naumi Ohrit Shkup Nebojsha Nastov ka përtëtitur se në këtë institucion shëndetësor janë të shtruar 29 persona të lënduar dhe se pacientët janë të moshës 17 deri në 45 vjeç. Ai theksoi se momentalisht 2 pacientë janë në aparate të frymëmarrjes, ndërsa gjendja shëndetësore të tjerave ndryshon nga momenti në moment. Сега за сега се двајца на респиратор. 2 pacientë janë në respirator, 2 të tjerë potencialisht mund të përfundojnë në respirator, ndërsa pjesa tjetër janë në gjendje të qëndrueshme shëndetësore. Shkalla e djegjeve varion nga 7 deri në 60%, shumica e djegjeve janë në zonën e kokës, qafës dhe fytyrës dhe nëse do të jetë nevojshme, jemi të gatshëm t'i dërgojmë pacientët në vendet fqinje të cilët na kanë ofruar ndihmë. Qeveria e Maqedonisë së Veriut në orat 16 ka nisur mbledhjen e jashtëzakonshme për shkak të tragjedisë në Koçan. Jo zyrtarisht mësohet se për shkak të kësaj ngjarje të rëndë do të shpallet 7 ditë zije, ndërsa do të vendoset gjithashtu për inspektim të jashtëzakonshëm nëpër klubet e natës, diskotekat dhe restorantet e dedikuara për ahengje. Po ashtu edhe Republika e Serbisë ka bërë me dije se 18 marsin do ta shpallë ditë zije me rastin e tragjedisë në vendin tonë. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova vizitoi 3 spitalet në Shkup ku janë shtruar disa nga të plagosurit. Besoj se shumica do të shpëtojnë, mjekët janë duke punuar, tha ajo, duke shtuar se tashmë vendet fqinje, Serbia dhe Bullgaria kanë ofruar ndihmë. Ndërkohë kryeministri Hristijan Mickoski ka shkruar se kjo është një ditë e rëndë dhe e trisht për Maqedoninë. Sipas tij, humbja e jetëve të reja është e pazaventësueshme dhe dhimbja është e pakufishme. Krerët shtetëror kanë reaguar në lidhje me tragjedinë në Koçan. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova vizitoi 3 spitalet në Shkup ku janë shtruar disa nga të plagosurit. E ditë janë të rinj dhe guximtar, kjo është tmerruese. Besoj se shumica do të shpëtojnë, mjekët janë duke punuar, nuk mund ta kuptoj si mund të ndodhë diçka e tillë. Disa nga pacientët janë të kontaktueshëm, çfarë mund të ndaja me prindrit? Së pari shpresë dhe pastaj e kuptoj dhimbjen, por ata janë të rinj, do ta përballojnë, por nuk mund të besoj si ndodhi kjo, nga mjetet piroteknike. Çfarë duhet parashikuar paraprakisht, sepse nuk është hera e parë që përballemi me diçka të tillë. Ajo shtoi se tashmë janë kontaktuar nga vendet fqinje Serbia dhe Bullgaria të cilet kanë ofruar ndihmë. Ndërkohë kryeministri Hristijan Mickoski ka shkruar se kjo është një ditë e rëndë dhe e trisht për Maqedoninë. Sipas tij, humbja e jetëve të reja është e pazëvendësueshme dhe dhimbja është e pakufishme. Në këto momente dhimbje të thellë, mendimet tona janë me ata që i kanë humbur të dashurit e tyre, të lënduarve uroj shërim të shpejt, ndërsa familjeve të viktimave, forcë për të përballur këtë humbje të paimagjinueshme. Populli dhe qeveria do të bëjnë gjithçka që është në fuqinë e tyre për të zbutur, qoftë edhe pak dhimbjen e tyre dhe për t'i ndihmuar në këto çaste më të vështira. I bëj thirrje të gjitha institucioneve kompetente, shërbimeve shëndetësore, policisë, pushtetit lokal të ndërmarrin masa urgjente për të ndihmuar të lënduarit dhe për të ofruar mbështetje për familjet e prekura. Ai shtoi se qeveria është plotësisht e mobilizuar dhe do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të përballur pasojat dhe për të përcaktuar shkaqet e kësaj tragjedie. Krye parlamentari Afrim Gashi pas vizitës së të lënduarve në spitalin e qytetit Shën Naumi Ohrit shprehin ngushëllime familjarëve të personave të cilët ndëruan jetë si pasojë e zjarrit në diskotekën në Koçan. Ai tha se tani është momenti i solidarizimit dhe i bashkëveprimit me të gjitha institucionet për t'u dalur në ndihmë të gjithë të lënduarve dhe për të ndarë dhimbjen me familjarët e tyre. Të nderuar përfaqësues mediave, të nderuar qytetarë, është një ditë e rëndë, shumë e rëndë. Është një tragjedi që na ka prekur gjithëve, nuk mund të gjej fjalët për të shprehur ngushëllimet apo fjalët më të sakta për të shprehur dhimbjen që ndjej. Shpreh ngushëllimet për fëmijët e humbur, familjarëve dhe fëmijëve që janë të lënduar. Sot gjithë duhet jemi bashkë, të funksionojmë si shtet, si institucionet që t'ju dalim në ndihmë edhe familjarëve që i kanë humbur fëmijët edhe atyre që janë të lënduar. Nuk është koha e politikës dhe të reagimeve, po është kohë e bashkimit, solidaritetit dhe veprimit të përbashkët. Shpreh falënderim edhe për drejtorin dhe gjithë personelin mjekësor që në mënyrën më profesionale
janë duke u kujdesur për fëmijët e lënduar. Ministri i Drejtësisë Igor Filkov shprehu ngushëllime për 10 jetë të rinj që humbën jetën në një zjarr në një diskotekë në Koçan dhe njoftoi përgjegjësi për të gjithë ata që janë të përfshirë në këtë tragjedi. 10 jetë të rinjesh u shënuan në një zjarr që kur nuk duhet të ndodhte. Kjo nuk është vetëm një tragjedi, kjo është një alarm që kërkon përgjegjësi. Nuk ka fjalë për këtë dhimbje, por duhet të ketë drejtësi. Çdo kush që ka dështuar do të përgjigjet. Kjo nuk duhet të ndodhë kur më, u preshin në paqe këto shpirtra të rinj, ka thënë Ministri i Drejtësisë Igor Filkov. Ambasadorja e SBA-s Angela Ageler ka shprehur keqardhje e familjeve të viktimave nga zjarri në Koçan, kurse kryeministrit Hristian Mickoski ofron ndihmë pas tragjedisë në të cilën humbën jetën 51 persona. Ndërkohë, Eurokomisaria për zgjerim Marta Kos ka shprehur, siç ka thënë, trishtimin e thellë për shkak të tragjedisë në Koçan. Pas tragjedisë në Koçan kanë reaguar edhe SBA dhe BE. Ambasadorja e SBA-s Angela Ageler ka shprehur keqardhje familjeve të viktimave nga zjarri në Koçan, kurse kryeministrit Hristian Mickoski t'i ofron ndihmë pas tragjedisë në të cilën humbën jetën 51 persona. Më është fyer zemra për viktimat e shumta në zjarrin e mbrëmshëm në një lokal nate në Koçan, ngushëllimet tona më të thella për viktimat dhe të afërmit e tyre në këtë kohë të tmerrshme, ndërsa të lënduarve urojmë shërim të shpejtë. Humbja e kaq shumë jetëve të reja në një komunitet është një tragjedi e tmerrshme. Kryeministrit Hristian Mickoski i ka ofruar ndihmë dhe të gjitha resurset e ambasadës amerikane, si dhe lutjet tona për të gjithë ata që e vuajnë sot. Eurokomisaria për zgjerim Marta Kos ka shprehur, siç ka thënë, trishtimin e thellë për shkak të tragjedisë në Koçan, të pikëlluar thellësisht nga zjarri tragjik në Koçan, Maqedonia e Veriut, i cili mori jetën e shumë të rinjve. Është shprehur ajo në platformën X, duke shprehur ngushëllime për të tjerët. Kos deklaroi se mendimet e saj janë me viktimat, të afërmit e tyre dhe gjithë komunitetin gjatë kësaj tragjedie të tmerrshme. Kryetarët e partive politike dhe partit kanë shprehur ngushëllime për tragjedinë në Koçan, ku humbën jetën të paktën 59 të rinj nga mosha 14 deri në 24 vjeç. Për shkak të tragjedisë së ndodhur në Koçan si shkak pasojë e zjarrit që kapeloi diskotekën Puls, partitë e vendit kanë shprehur ngushëllime deri tek familjet që humbën të afërmit e tyre. Nga partia në pushtet Vlen thonë se lajmin për këtë tragjedi e kanë marrë me një dhimbje të thellë dhe shumë pikëllim, nga ku dhe të gjitha aktivitetet e planifikuara për ditën e sotme i kanë anuluar për të qenë në krah të gjithë atyre që po përballen me pasojat e kësaj tragjedie. Në këto momente zije dhe dhimbjeje, shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta për familjet e viktimave dhe solidarizohemi me të gjithë të prekurin nga kjo fatkeqësi, në shenjë respekti për jetët e humbura dhe në solidaritet me familjet e prekura. Koalicioni Vlen anulon të gjithë aktivitetet e planifikuara për sot, përfshirë edhe konferencën për shtyp. Në këto momente të vështira, jemi pranë të gjithë atyre që po përballen me pasojat e kësaj tragjedie. Si shkak i kësaj ngjarje, edhe partia opozitare e LSDM ka shtyr zgjedhjet e brendshme partijake për kryetar të partisë. Ndërkaq, nga partia njoftojnë se organizatat komunale të LSDM-s do të angazhohen në ndihmë të prekurve nga zjarri. Shprehim ngushëllimet tona më të thella për familjet, të afërmit dhe miqtë e atyre që humbën jetën në tragjedinë e madhe që ndodhi në Koçan. Të lënduarve urojmë shërim të shpejtë dhe të plotë. Në këto kohë të vështira, mendimet dhe lutjet tona janë me të gjithë ata që janë prekur nga kjo tragjedi e tmerrshme. Lidhur me tragjedinë në Koçan ka reaguar edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Ahmeti ka shkruar se ky është një moment i jashtëzakonshëm dhe i vështirë për të gjithë nga ne, nga ku të gjitha lutjet janë me familjet e viktimave. Sot zemrat tona janë të tronditura dhe të mbushura me dhimbje nga tragjedia e tmerrshme që ka ndodhur në Koçan, ku humbën jetën më shumë se 50 persona dhe shumë të tjerë u plagosën. Ky është një moment i jashtëzakonshëm dhe i vështirë për të gjithë ne, dhe në këto momente të dhimbjes së thellë, mendimet dhe lutjet tona janë me familjet e viktimave dhe me ata që po kalojnë nëpër këto vuajtje. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela, lidhur me tragjedinë në Koçan, ka shkruar se ky është një mëngjes i trisht për të gjithë dhe se ndajnë dhimbjen me familjarët e viktimave. Mëngjes i trisht për të gjithë, të trishtuar thellë nga tragjedia e mbrëmshme në Koçan, ndajmë dhimbje me familjarët e viktimave. Zoti qoftë me ta.
Ndërkaq ka reaguar edhe kryetari Alternativës Zeqiria Ibrahimi, i cili ka shkruar se bëhet fjalë për një lajm trishtues dhe të dhimbshëm për të gjithë ne, duke shtuar se institucionet duhet të zbardhin rastin dhe përgjegjësia të adresohet sakt. Ngjarja tragjike në Koçan në të cilën jetën e kanë humbur 10 të rinj është lajm trishtues dhe i dhimbshëm, i cili sot na preku të gjithëve, duke u shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjeve të viktimave. Lutemi që të vdekurit Zoti t'i mëshiroj, ndërsa të lënduarve u dëshirojmë shërim sa më të shpejt. Institucionet duhet ta zbardhin rastin dhe përgjegjësia duhet të adresohet sakt. Reagim ka pasur edhe nga kryetari i Partisë Populli Zejti Rexhepi, nga ku thot se nga institucionet përkatëse presin që të zbardhin rastin sa më shpejt për të mbajtur përgjegjësi ata të cilët kanë neglizhuar sigurinë. Në këto momente të dhimbshme u shprehin ngushëllimet më të sinqerta familjarëve dhe të afërmeve të viktimave. Nga institucionet përkatëse presim që të zbardhin sa më shpejt shkaqet e kësaj tragjedie dhe të mbajnë përgjegjësi ata që kanë neglizhuar sigurinë. Është thelbësore që të merren masa për të parandaluar ngjarje të ngjashme në të ardhmen. Kjo tragjedi është një moment i rënd për Maqedoninë e Veriut, nga ku dhe prej organeve kompetente po pritet që të zbardhet rasti me qëllim që të mbajnë përgjegjësi fajtorët e kësaj ngjarje. Po ashtu edhe krerët shtetëror të vendeve të huaja dhe fqinje kanë shprehur ngushëllime familjeve dhe mbështetje për Maqedoninë e Veriut për tragjedinë që ndodhi mëngjesin e së dielës në Koçan. Lajmi tragjik nga Koçani është bërë ngjarje në faqet e para të mediave botërore dhe rajonale, nga ku edhe krerët shtetëror të vendeve të huaja dhe fqinje kanë shprehur ngushëllime familjeve dhe mbështetje për Maqedoninë e Veriut. Kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen shprehu keqardhjen për humbjen tragjike të jetëve në zjarrin në Koçan. Von der Leyen ka shkruar se BE qëndron në solidaritet me popullin e Maqedonisë së Veriut në këtë kohë të vështirë. Më vjen keq për humbjen tragjike të jetës në zjarrin në Koçan. Ngushëllimet e mia më të thella për familjet e viktimave dhe të gjithë të prekurit. BE qëndron në solidaritet me popullin e Maqedonisë së Veriut në këtë kohë të vështirë. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka thënë se Bashkimi Evropian solidarizohet me popullin e Maqedonisë së Veriut pas zjarrit që shpërtheu. Në një postim në platformën X, ai ka theksuar se lutjet e tij janë me të gjitha familjet e viktimave të kësaj tragjedie. Ndërkaq, Papa Francesku përmes një telegrami të nënshkruar nga sekretari kardinal i shtetit Pietro Parolin, dërgoi një mesazh ngushëllimi pas zjarrit që shpërtheu në diskotekën Puls. Ngushëllime të thella për familjet e viktimave, kujtimin e viktimave do ta ruaj në lutjet e mia. Ngushëllime shprehën edhe shtetarët e vendeve të tjera, si dhe drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Europën, Hans Kluge. Ndërkaq, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, në bisedën e zhvilluar me kryeministrin Hristijan Mickoski, thuhet se kanë diskutuar aktivizimin e mundshëm të sistemit të menaxhimit të fatkeqësive të NATO-s. Kryeministri hungarez Viktor Orban ka shprehur ngushëllime të thella për kryeministrin Hristijan Mickoski dhe popullin maqedonas pas zjarrit tragjik. Ndërkaq edhe presidenti bullgar Rumen Radev thot se ka biseduar me presidenten e Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, dhe ka shprehur ngushëllime për familjet që kanë humbur të dashurit e tyre. Ai ka shkruar se Bullgaria është e gatshme të ofrojë ndihmë mjekësore. Për këtë tragjedi, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur i gatshëm për të ofruar çfarëdo lloj ndihme që është e nevojshme prej tyre. Ndërkaq edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti shpreh ngushëllime të thella për familjet dhe i uroi të lënduarve shërim të shpejtë dhe të plotë. Edhe presidenti serb Aleksandar Vučić është shprehur i gatshëm për ndihmë, nga ku ka dërguar edhe helikopter ushtarak për të marrë të lënduarit, në mënyrë që ata të trajtohen në Akademinë Mjekësore Ushtarake në Beograd. Po ashtu më 18 mars ata do të shpallin ditë zije. Ngushëllime ka shprehur edhe ambasada ruse në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Agjencia për Shërbime Mediatike, Audio dhe Audiovizuele shpreh keqardhje të thellë lidhur me tragjedinë në diskotekën në Koçan, duke qenë se bëhet fjalë për një tragjedi me përmasa të mëdha, në të cilën ka dhe viktima njerëzore. Agjencia u bën thirrje mediave që të jenë veçanërisht të kujdesshme gjatë raportimit me qëllim që të respektohet dinjiteti i viktimave dhe të mos shkaktohet dhimbje shtesë për familjarët e tyre. Për këto arsye, informacionet që do të publikohen duhet të jenë të sakta dhe të verifikuara, dhe nëse ato nuk mund të konfirmohen ose bëhen fjalë për supozime, kjo duhet të theksohet qartë. Mediat duhet të jenë të kujdesshme me përgjegjësi maksimale për të ruajtur ekuilibrin ndërmjet të drejtës
mbështetjes së publikut për t'u informuar dhe respektimit të dhimbjes dhe pikëllimit personal, duke shmangur publikimin e skenave, fotografive, videove eksplicite nga ngjarja, pra të respektojnë rreptësisht standardet profesionale dhe etike. Në rast të publikimit të përmbajtjeve të ndjeshme, ata duhet të shoqërohen me paralajmërim përkatës vizual ose akustik. Gjithashtu, mediat duhet të përshtatin programin e përmbajtjeve të tyre të përgjithshme dhe të transmetojnë, publikojnë materiale që janë të përshtatshme për një ngjarje të tillë. Edhe Kryqi i Kuq shpreh keqardhje të thellë dhe solidaritet familjeve të viktimave në tragjedinë e cila ndodhi në Koçan orët e para të mëngjesit. Ndajmë dhimbjen me familjet e të cilëve humbën jetën tragjikisht, edhe pse jemi të vetëdijshëm se në këto momente nuk ka fjalë që mund ta ngushëllojnë dhimbjen dhe humbjen e tyre. Të lënduarve urojmë shërim të shpejt, thuhet në reagimin e Kryqit të Kuq. Organizata jon ka vënë në funksion të gjithë mekanizmat për ndihmë humanitare për të lënduarit dhe familjet e viktimave, duke ofruar mbështetjen e parë psikologjike, ndihmën e parë dhe mbështetjen materiale, thuhet më tej. Kryqi i Kuq thot se ka dërguar edhe ndihma në spitalin e Koçanit me batanie, shtroje dhe karroca. Automjetet e Kryqit të Kuq nga programi i transportit mjekësor janë vënë në funksion nga institucionet e sistemit. Federata e futbollit të Maqedonisë së Veriut ka shtyrë të gjitha ndeshjet e sotme në të gjitha kategoritë për shkak të tragjedisë që ndodhi në qytetin e Koçanit. Në zjarrin që shpërtheu në një klub nate në Koçan, ka shumë viktima dhe disa persona po luftojnë për jetë, ndaj FFM ka deklaruar se në këtë moment nuk ka vend për futboll. Jemi thellësisht të tronditur nga tragjedia në Koçan, ku humbën jetën shumë të rinj. Në këto momente të vështira, mendimet dhe lutjet tona janë me familjet dhe të afërmit e viktimave. Shprehim ngushëllime dhe mbështetje më të sinqertë, thuhet në njoftimin e FFM-s. Janë shtyrë edhe ndeshjet e rregullta në Ligën e 2 të Maqedonisë, të cilët ishin të planifikuara të luheshin pas ditën e kësaj të diele. Kjo ishte e gjitha, faleminderit për momentin, bashkë mirupafshim.